Bismillahirrahmanirrahim. Para 2 netësh, po flisin në një videokonferencë me një mikun tim të shtrejt që jeton jashtë Shqipënisë. Zotëria e tij është me thënie të bardha. Është për atyre personave për të cilëve unë vetëm mësoj. Nga eksperiencat e tij, nga dija, nga kultura, nga horizonti kështu me radhë. Në fund të bashkëbisedimit tonë të përzemërt, unë ndam me selame dhe lutje të përzemërta. Edhe unë po prisja që zotëria e tij të mbyllte komunikimin. Edhe ai më shikonte duke qesh dhe më thoshte, pse nuk e mbyll? I thash, do ta mbyllësh zotrote? Jo, po ti do ta mbyllësh, jo, po unë do ta mbyll. I thash, më lejo të them diçka. Kur ishim student në një prej mexhliseve tek hoxha i on Vebi Sulejman Gaboqi rahmet past, një prej shokëve vjen me vonesë. Edhe hyn në mexhlisin ton, edhe thot në sy të hoxhës që po ju jap dorën sipas sunetit të pejgamberit alayhis salam. Domethënë po nis nga e djathta. Hoxha e shikon dhe i thot, suneti i pejgamberit është me nis nga më i madhi. Dhe suneti i pejgamberit alayhis salam është me u respektu më i madhi. E dyta, një herë me një profesor doktor të nderuar në Damask, po esnim dhe ishim së bashku në një mexhlis shumë të dobishëm, kur një person e mori në telefonate. Folen dhe zotëria i tij tha, dakord, inshallah hajr, edhe pa prit ai e shikoi aparatin dhe tha, hasbi Allahu ni'mal wakil. Çfarë është kjo edukat? I vogli me i mbyll telefonin të madhit. Po sikur unë të kisha edhe një fjali për të thënë, a për të shtu. Dhe mora mësim nga ajo kohë, edhe nga i mexhlis i hoxhës, por edhe nga i takim me profesorin në nderuar, që i vogli kur nuk duhet me e mbyll përpara të madhit. Sidomos para prindit, e përpara më të moshumit, e përpara një miku të shtrejt, nuk e mbyll dot. Pse? Sepse ndoshta në momentin që ti po e mbyll, ai po të bën një lutje, ose ai po thot një fjalë, ose i ka nevojë me thënë edhe një shprehje, ose atij është kujtu diçka. Do ti e ke mbyll dhe ja lën fjalën në mes. Ja thash këto fjalë mikut tim dhe i qeshi, edhe sigurisht që me respektin më të madh e mbyllëm atë bashkëbisedim me lutje dhe urime të përzemërta për njëri tjetrin. Të dashur dhe të shtrejt. Ajo që du të nxjerr në pah nëpërmjet kësaj këshille, drejtu të rinjve në veçanti, është me nxit atë çfarë është edukata e pejgamberit ton alayhis salatu wasalam, me e respektu më të madhin. Me u qunë kam më të madhit, me i pudh dorën më të madhit, me i pudh dorën më të ditonit, me ju qunë kam më të ditonit, jo me e shiku shtremt më të madhin, jo me e shiku shtremt më të ditonin. Ka një hadith të frikshëm, në të cilin pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, janë 3 kategori njerëzish, të cilët nuk i nënçmon vetëse një munafik, pra një hipokrit. Allah. Ka thënë i pari, ai person i cili është thinjur në islam. Domethënë, një burr i moshuar musliman me thënie të bardha. Mos e shiko shtremt atë. Mos e nënçmo atë. Respektoje atë, nderoje atë, duaje atë. Tregoj se është i nderuar aty ku ti je. I dyti, ka thënë një njeri i ditun. Mos e shiko shtremt më të ditunin. Mos e nënçmo më të ditunin. Mos fol pas shpinën për atë. Mos shkruaj kundër atij. Mos u bën hipokrit në marrëdhënie me atë, sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam është duke të qortuar. Dhe kategoria e tretë, edhe princi i drejtë. Pra nëse një princ të drejtë, udhëheqës, drejtues, respektoje, nderoje atë. Sepse duke e nderuar dhe duke respektu, ti në fakt zbaton një prej porosive të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ka sa transmetime tek Imam Buhari, tek Imam Ahmedi, tek Imam Abu Daudi, por jo vetëm, që sahabë të shumë të vinin tek pejgamberi alayhis salatu wasalam i puthnin dorën. Ka transmetime të sakta që pejgamberi alayhis salatu wasalam thot për një prej zotërive të nderuar nga sahabët e tij që ngrihunin në kam për zotnin tuaj. Që do të thot se pejgamberi alayhis salatu wasalam po na mëson me e dashur, me e respektu, me e nderu, ma të moshumin në mesin ton, ma të ditunin në mesin ton, personin që ka përgjegjësi në mesin ton. Fjala ime, këshilla ime sot përqendrohet
veçanërisht tek mosha e tretë. Të kemi kujdes për njerëzit e thinjur në mesin tonë, për baballarët, për gjyshrit, për më të moshumt, ta ndihen kënaqësinë e moshës së tyre në praninë tonë, të na shohin si djem të edukuar në praninë e të cilëve ata ndihen të respektuar dhe të nderuar. T'i ngrihemi në kam, t'i ndihmojmë, të themi një fjalë të mirë, të heshtim shumë përpara tyre, t'i ndiqojmë, edhe pse ata mund të flasin, sepse për herë në fjalët e tyre ka urtësi, majini shënim ato. Ka tregime të vjetra, majini shënim ato. Ka eksperjenca jete, regjistrojini ato, sepse nesër mund të keni nevojë për njërin apo tjetrën. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që me e respektu ma të madhin deri tek gota ujit. I sollet njëherë një gotë ujë dhe një fëmijë desh të pinte, pejgamberi tha kabir. Domethënë nisi nga më i madhi. Pra të pi më i madhi, pastaj më i vogli. I madhi respektohet gjithmonë tek ne. I madhi është pikë referimi tek ne. Të madhit i ngrihemi në kam, e të madhin e nderojmë, sepse jemi ummet vlerash. Allahu ju dashtë.